si ndiheni kur arrini që një pacienti t'ja funksionalizoni prap krahun? A është ky momenti më i bukur i karrierës? Është një ndjenjë shumë e mirë, specifikisht për krahun. Dallimi për shembull nëse marrim për shembull përmes xhunit ose kërdhokullës, rehabilitimi të krahut është pak më i kadalshëm sa te xhuni. Mirë, po zakonisht pacientët ndjejnë këtë lirim edhe këtë aktivitet, cilën nuk e kanë pas më herët pas disa muajve, dhe normalisht është një ndjenjë shumë e mirë kur pacienti fillon të kthehet në aktivitetin fizik, për shembull që nuk ka mujt me bë disa muaj ose disa vite. Po kur mbi ngarkoheni me sfidat e profesionit, si ja bëni? Zakonisht merrem me ndonjë sport të caktuar, mundohemi me disa sporte, me dal hiking, bjeshkatari ose me futboll pak. Normalisht edhe me familje, dhe kjo hes stresin edhe man një balancë jetësor të mirë. A ka ndonjë histori prej pacientëve, domethënë jetës të atyre pacientëve që ju bën të reflektoni për jetën tuaj? Normalisht kur i shikon shumë pacient për shembull që janë duke vuajtur, ti e vlerëson shëndetën që ti e ki edhe njerëz që të rrethojnë, dhe i sheh për shembull që shumë njerëz ndoshta vetë nganjëherë nuk e din vlerën e shëndetit edhe të jetës kur i sheh shumë pacient të vujt. Ndërsa reflektimi më i madh me vetveten është kur kemi pacientë të cilët nuk ka trajtim për shembull për ta ose nuk ka diagnozë, dhe normalisht kjo bën ta vlerëson jetën edhe më shumë, jetën tonë, po edhe gjithë rrethet që të jeni.